Robert De Niro pjesën e filmit shqiptar për luftën në Kosovë, so mundet me qenë e vërtet. Talking to me? Well, who the hell else are you talking? Ky është Fitim Krasniqi, aktor përveçanërisht producent në industrinë e filmit botëror. Fight to the death. Prisoner of War është filmi i tij i fundit ku është executive producer edhe plus aktor për krah Scott Adkins, që krejt populli e njeh si Bojka. Edhe pse nuk ka shumë informata për Fitimin, investimet e tina në industrinë e filmit janë milionëshe, duke punuar me staff edhe me cast nga Hollywoodi për me çu Kosovën edhe Shqipërinë në tjetër nivel artistik. Së fundmi, Fitimin ala me kuptu që është duke punu me një film ku tematika është masakra e Reçakut edhe e gjithë lufta që ka ndodhur në Kosovë, por me fokus tek historia prekse babait i tij, i cili u ekzekutu nga ushtria serbe. Sipas Fitimit në këtë projekt kanë me marrë pjesë 7 aktorë të Hollywoodit, ku mes tjerave është përmendur edhe një super emër i filmit si Robert De Niro, që sigurisht ka me luajtur rolin e babait. Look at the size of that trunk. Could put 3 bodies in there. Just kidding. E dikujt sot që mundet me ju duke pa besueshme kjo, Fitimi na tregoi se gjitha kontratat janë të nënshkruara, po i presin vetëm datat për me mujt me fillu me punën gjatë vitit 2026. Hej, nuk është e lehtë me mujt me i mbledh shtatën e aktorë të Hollywoodit për me mujt me kriju diçka të tillë, kështu që durani. Por kjo nuk përfundon këtu. Gjatë kohës kur pritet me fillu xhirimet për filmin e ri në vitin 2026, pritet me u lansu edhe një film tjetër me emrin The Six, i cili pritet me qenë horror, e që e bën edhe më interesant se kur kena pa horror të prodhuar nga një shqiptar. Regjisori është Michael Cass, i cili ka punu edhe me Al Pacino në filmin Hangman, edhe me producentin Clayton Turnage, i cili ka fitu Emmy Award. Filmi momentalisht po xhirohet në disa nga lokacionet më ikonike të Kosovës, si Trepsha, Prishtina edhe Shpella e Gadimës. Edhe pse në asnjë të janë të marrë pjesë so vite, po pritet me u bë interesant vitin 2026 me këto prodhime. E për juve po du me ditë se sa jeni tu i prit këta filma, edhe se a besoni që krejt ka me shku sipas planit. E deri atëherë, bëni follower, bëni fan në krejt platformat sociale edhe subscribe në YouTube.